Po më së shumë të kur ngjitem në skenë, i druhem shumë do një lapsusi, që e kam e urej, nuk bëj lapsuse. Do me thënë, më ka ndodhur shumë rrallë në jetën time, 40 vjetë që luaj, unë të kem bërë. Do me thënë, një lapsus të vogël, e urej lapsusi në skenë. Se aktori duhet të artikuloj, të bëj ushtrimet e aparatit, të folurit, duhet të... Kemi bërë shumë prova, e më shqetëson shumë kjo gjë, dhe kryesisht gabimet teknike nëse ndodhin, nga që jam dhe drejtore. Ti mendon të gjitha këto në një shfaqje? Sa më shqetëson, them sikur të bjerë dikush, sikur të mos na ndizet drita, sikur të ngelemi dhe mos ketë, sikur të bëhet. Përjeton ankth para shfaqjeve sigurisht? Ankth jo, po një emocion të lehtë, të bukur e kam, jo gjithmonë njësoj. Ka herë më thellë, herë më pak më lehtë, po e kam emocionin, nuk jam. Një që kam konstatuar nga jeta ime, në rini nuk kam patur fare emocion. Dilnja me një të vetë ndjerë, si duket është ajo, siguria e rinis që është një shmëndjeletësia që hajse unë do dal, unë tani, nuk s'kam pasur fare. Me kalimin e viteve, emocionet shtohen, rëndohen, përgjegjësia është më e madhe. Edhe unë i shikoj gjëra ndryshe tani, tani kam frikë, tani nuk jam më ajo Zamira që dilja dhe fluturoja, jo, më dridhen gjunjët, më dridhet, më thahet gjua.